Mirë se erdhe, qef. Mirë se gjitha. Kënaqësime taku, faleminderit për kohën. Hajdet lutem. Ç'është kemi? Mirë? Mirë, faleminderit juve. Mirë, hajdet lutem. Ato jo? Përshëndetje ekipa. Ç'është kemi? Mirë? Mirë, faleminderit. I ke kështu na planifikim për vikendin, i ke të shpeshta ikjet, a je në fazë tepër të lodhshme të punës apo menaxhueshëm? Vikendin e kemi punë, të shtunën të lirë, dielën gjërojmë kryesisht. Të dielën i keni gjërimet. Sa gjëna familja, me gjas i ka ankesat më të shpeshta që nuk e kalon kohën me ta, apo të mirë kuptojnë, tash më veçanërisht. Gjë sidomos dy djemt, Ajani dhe Oriani, i përshëndes se di që jemi live. Ju do apo na babi shumë. shoheni për i përshëndesim. Ajani dhe Oriani çfarë më bën? Babi do të më punua të dielën. Ata do thotë pak e presin ju mirë, por megjithatë puna është punë, çka të bëjmë. Ata e din që babi ka këto obligime edhe për një arsye që t'u gjendet pranë atyne, t'u plotësoj dëshirat, kështu që ato kërkesa që i bëni babit duhet ditë që duhet punu për me i mbri. Eqrem, a e ke ma problem me qenë para kamerave si Eqrem, ai që je prej Zvërteti, apo nga personazhet që ke luajtur ndër vite? Ja, ne ma vështire kemi me qenë vetja, për arsye se na vjen shumë rrallë dhe realisht vetëm ndjenja që ke emisioni live filloha një farstresi. është ajo, e lezetshme është. Megjithatë është e lezetshme. E vërtet. A ka ndonjë rol që deri sot nuk të është ofru, po në mendjen tënde, si me thonë, ke konceptu prej shumë herët edhe do kishe pas qef me e lujt. Portretin e një personazhi që ti do doje me pa publiku edhe prej teje. Po, realisht kam dëshirë me lujt diçka pjesë nga lufta, sepse kam qenë edhe vetë pjesëtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës, do thotë e kam si ëndër nëse në të ardhmen ta luaj një ushtar. Okej. Do të ndalem më vonë edhe tek kontributit në ushtrisë shqiptare të Kosovës. Flasim pak për vendin tënd. Je prej Kishnarikës, ha? Jam nga fshati Kishnarik, komuna e Drejnasit. Një fshat shumë i bukur, një pamje shumë bukur natyrore. Ke kalu një pjesë të konsiderueshme të jetës aty? Po, dikon 35 vite. 35 vite. Ç'është si fshat? Për çka njihet më tepër? Po, fshatin mas shumë të njihet për një lumë që ka përmes fshatit, me qenë se tash ka fillu dhe të shbane shkarp të betonit edhe do ura, megjithatë nuk e ka atë bukurinë që ka pas. Njihet për njerëz të shkollum, njerëz të edukum, të emancipum e kështu me radhë. Keni punu tokën, qa kujtimesh ke prej asaj kohet jetesës aty? Po, gjitha, kom punu tokën, kemi prashit, kemi kosit, kemi zhvosht, misër, gjitha. Të gjitha i ke bu. Atë mungojnë ko pas kohë ndonjë herë të paktën rutinat e tilla të ditës? Shumë pjesa e efemerisë në fshat ka qenë ndër pjesët më të mira, që unë kam përjetuar deri me tani. Më mungojnë shumë dhe thamë, është interesant tash këto gjeneratat e reja që u shritën dhe po ta kishin ato që shë kishin ndje, që shë kemi ndje ne. Vite më përpara, të gjitha familjet shqiptare kanë qenë një gjendje të kushteve ekonomike pjesa dërmuese jo të mira. Pra, shpeshherë edhe këtu në studio janë treguar rrëfime që kanë heqë shumë për me mbajt familjen, sidomos ata që e kanë pas barën, pra krye familjarët. E ke ndjerë, që sigurisht më i ri në mosh, po a e ke ndjerë në ndonjë formë këtë vështërsi? Po, e kam ndjerë sidomos mas luftës gjatë shkollimit, gjatë studimet mija të para, kur thamë të para, sepse më kara me studiu shumë. E di dhe këtë. Baba i ka punu në shtepjak në shkollë, fillore. Dhe të si që themi në mjeshtër i shkollës. Dhe në kam bajt dikon 9 fëmi kemi qenë. 9 fëmi. Në atë ko, po së di, kemi jetu mirë. Kemi jetu mirë. është interesant. Si ke pas raportet me vlezrit, motrat, 9 fëmijë, cili ke qenë ti nga karakteri? A i më i qeti, më zhurmagjiu, po themi? Kum qenë ma dinamik, realisht, kum qenë pak ma kërkus, ma hullumtus, ma eksplorer, kum pas qef me eksploru pak ma shumë, e kështu.
Me ndonjëm që ke qenë më i afërt ose i keni bo sherret bashk? Jo, sherret, su se jemi në, s'pëdi, gjithë 2 vite jemi si të ndam ashtu. Me motrën e tretë kemi raporte pak më të mira, përgjithësi kemi raporte të mira më të gjithë. Po, që je më i afërt. Si kemi qenë pak më të afërt, nështë kemi ndonë ai sekret bashkë. Asa mirë. Në fakt, nuk ka gjë më mirë se sa të kesh familje të madhe dhe të kesh plot motra e vlezër. Ani pse ti njënin vlla e ke humbë kur ke qenë krejt i vogël, a? Po, fatkeqësisht në moshën 7 vjeçare kam qenë kur vllai im ka humbë jetën. Dashur është momenti më i vështirë i jetës. Bujare ka pas emrin. Në atë kohë do ashtë të punojmë. Dhe të punu me traktor, është rrokullis traktorin. Një rast tragjik që e kam pikë në zemër gjithmonë. Vjen shumë keqe që ke qenë veç 7 vjeç, kur ka ndodhur kjo, ka qenë dikush me të, kush ju ka informu, si e keni marrë lajmin? Po, realisht ka qenë mingja dhe djali mingjës. Fatkeqësisht vllai i madh ka qenë ushtar në atë kohë. Unë kam qenë te Nara, të Iru Baktin. Dhe mbrëmje kur kemi ardhur, thjesht e kum pas atë ndjen veç që tregojshin bujari është rrotulluar me traktor. Edhe kjo fjalë në tingëllë ken kry, po për momentin nuk e disha ngjarjen që ka po ndodhur. Derisa e pash në sytë mi. Po aja mërzia kryesore ka fillu në moshën dikun 13-14 vjeçare. Talisht e kuptueshme, nëse e ke me siklet, nuk e flasim. Jo, tamam puna. Vazhdojmë tutje. Ato në moshën 14 vjeçare, dikun ka klasa 7-8, ne kemi shkollën, do të thotë 2 fshatra mësojmë në shkollë dhe do të me kalu kavar, vërrezat për me shku në shkollë. Dhe atëherë fillova me ndjejat mungesën e madhe të tij dhe çdo ditë të ndalësha te vorri. Derisa këtu gjendja erdhi lufta dhe tani jo që harrum, po në një farë mënyrë ndodhen gjëra të tjera që unë më nuk shkoj te vorri. Sepse besoj që e kuptova që ai më nuk është. Po këtu i ka jeta. U bë kohë gjatë që nuk e qenë te varrezat? Jo, shkoj, tamam, tani kam edhe babën e ndjerë, por jo në atë gjendje që isha atëherë. Dhe thot, atëherë shkojsha në mëngjes dhe kur shkojsha në shkollë, unë alësha tek varrezat, prap ka u kthesha unë alësha tek vorri. Aja ka qenë ashta periudhë, muj me thonja 2 vjeçare. Gjithë. Ju shumë i vogël, 7 vjeç, me siguri që prindrit e kanë përjetu shumë rëndë. Po, sidomos nona. A ke pamje të mërzisë të tyre, kujtime të asaj periude për ta? Kam pamje për kujtimi kryesor që është vllau kur ka ardhur prej ushtrie. Ai ka ardhur duket 2 ditë, 3 ditë me vonesë mas se që kemi vorosë. Ato e kom ndije ato që se më kapi për qafe, ngrëk edhe më tha pe di që ka ndodhur. Tani ato e dita. Po flasim për vëllezërit, në traditën e familjeve shqiptare, vllau i madh i shtëpisë ka pas për herë një barë më të madhe në raport me të tjerët. Po, fakt. Në këtë rast, në familjen e juaj, kur i madhi mori vendimin me ikë për gurbet, ti ke përjetu shumë rëndë. Po, fakt, mas vdekjes së atij vllaut, ai ishte vllau i dytë. Dhe edhe pse vllau i tretë ishte, po unë isha një farë mënyrë pak ma i ri, dikun në moshën 11 vjeçare kur ka shku vllavi në Itali. Dhe ka qenë përjetimi jam i dytë, një farë mënyrë kriza jam e dytë, edhe imbjes për arsye se mu dëkë që edhe kjo shkaj. Edhe është,
Kemi përjetu shumë gjona, gurbeti ka qenë shumë i vështirë. Tani për tani nuk është aq i vështirë sa ka qenë atë kohë. Se në atë kohë thjesht i ke thonë rruga mbarë dhe nuk e ditë as ku po shkon dhe kur do të vjen. Qasje telefonike s'kemi pas, me telegrama, me letra, si thëmë, dash kemi ashtu letrën sot, mi mëri mas një jave, kur ta ka këthy mas një muaj, e kështu më radhë. Mes humbjeve të përjetshme të njerëzve edhe atyre të përkohshme të praktu nga largësia shtetet tjera, je shumë e fatë që nonën e ke akoma. Po. Të gjallë e të fort më duket me shëndeta. Sa vjeç është buajo sot? 82 vite. 82. Po. Ju shtofshi në boft 180 vjeqe. A të trajton akoma si të voglin e saj, se thonë që për nana atë fëmiu kushe disa vite më bua mbetet gjithmonë i vogël. Po, realisht me trajton, kemi një lidhje emocionale shumë të fort me nanën. Tash është pa lidhje me thonë prej fëmijëve tjerë, vëllezër dhe motrave që, po jo që më ka dallu kështu në aspektin, po thjesht një lidhje e kum pas shumë atë ngushtë me nanën edhe nështë është pika e ma e dëpt. A ka në këshill ose në fjalë që ta thot gjithmonë? Gjithë. Këshillat e nanës nuk largohen kurrë. Është interesant unë e përdori tash edhe tek nxënësat e mi, kur ju dha këshilla, është vetmja nana që edhe nëse kam gjiru deri në ora 2 të mëngjesit ose 3 të mëngjesit, kur kam shku në shtëpi nana më ka pritur zgjudh gjithmonë. Edhe buka ka qenë një farë mënyre gati, me hangër bukë tani mira. Edhe i thesha, pse nanës po flenë dhe ke po nuk mërë gjumi? E ka pas me rakun tënë, si gjitha nanat për fëmijët e vetë, mëse e kuptueshme. Më përmende më herët edhe periudën e të qenurit pjesë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Du të ndalem e kjo pak, sa vjeç ke qenë ti? Kur jam kyç në ushtrisë shkrimtare të Kosovës, kam qenë 17 vite. Mbas 2 muajve i kom bën 18. Do thotë unë jam me 15 gusht të vitit 1980 i lindun. Unë kam hyrë në gjershor. Jemi kyç në ushtarë. Dhe është kuha ma lavdishme në jetën time. Edhe po t'jetoj 100 vjetë, 150, zbesej që ka me pas kuha ma të lavdishme se kjo. Si e more vendimin? Vendimi para se me... Apo është diçka e brendshme që të thratë edhe nuk mundesh me... është edhe ajo në brendshme, po është edhe pak përjetimet që kemi përjetu me forcat serbe në vendin e quajtur Kryqi Komoranit, pa të në vendos pas blok dhe ne shkëshim shkollë mesme, nuk ish shans çdo ditë që kaleshim ka ta pa në nalë, ose maltretojshin, ka një herë dhe në rreshin, pra çdo ditë kemi pas maltretime. Dhe një farë mënyre, si një i ri që nuk i duran maltretimet, edhe unë thash vetë me veti, po të më jepit mundësia, do të kapi armën. Edhe ashtu pune. Dhe ashtu ndodhi. Familjarët, a kishe kohën, a ishe në atë limitin e kohës me u përshëndet me dikë, me kë folje së fundmi para se të largoheshe prej shtëpisë? Në kontakt kemi qenë me babën edhe me migjen, se migja ka qenë pak në rrjedhat të ushtrisë, dhe djali migjes është ai që ka shku i pari në Shqipëri për të marrë armë, është Gazmendi, përshëndes Gazmend. Kemi qenë ushtar bashkë, ai ka është kyç më herët se unë, unë pak më vonë. Po na nuk kemi shku fort larg, do të ushtari me inkuadru në fshat tonë ato. Një herë unë kam qenë të ushtrime në fshatin Orllat, Thirrët. Një muaj e gjys, pastaj Je kthy në... Jem kthy këtu, po thjesht të ne ka qenë interesant, nuk ka qenë, për pas nana që nana si nanë. E ka përjetu Marand, sepse kish pas thënë që një jam ka shku e po të të mos po më shkon edhe kjo. Se baba ka qenë ma i fort, kështu. Emocionalisht ka qenë ma i fort. Pra, nga një i ri që i ka refuzu maltretimet e pa drejta kundrejt civilve, kundrejt qytetarve, në momentin kure e veshe uniformën edhe kape armën në dorë, çka përjetove? Ashtë ndjenë që, s'po di, nështë atë triminin matë madhe që për të njëri në atë moment të këmë përjetu. Moment që këmë ka pushkën, sidomos, kur ka kris pushka e më për herë të parë. Ka qenë emocionin nështë, s'po di, me një vetën
atë fuqinë më të madhe që mund me një njeri që atë moment e këmi. Të plot djemve e vajzave që kapën armët, ne gëzojmë sot Kosovën e lirë. Dhe ata që patën fatin ta shijojnë çlirimin, besoj e përjetuan emocionin shumë më të madh. Si ishte për ty? Tash do me të regu një sekret, nuk është sekret kështu në atë aspektin, po fillova mu frigunja 2-3 javë pa kry lufta. Edhe e vreshin ata dhe shok, dhe komandanta. Thamë pëse po frigohesh. Tash po frigohna për një gjamë. Tash po tuta mos po vrahna, tash e shpuni luftës, e dim. E nuk po shijaj lirin. Sepse nuk mu isha me imaginu, si njëri, që është do këtë liria. Unë 3 herë kam qenë para luftës në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë, 3 herë ku më hangër ka një pendrek për i policive dhe më kur s'kam ardhë. Dhe aja ndjenja që është do këtë liria, që është me ardhë në Prishtinë dhe me smi pa forca serbe, me shku në Drenas, me smi pa forca serbe, tjera, nuk me truni se imaginege. Dhe fillajt një farë frige, mos po vrahna, e speshia e lirin. Kjo ka qenë friga. Në atë kohë është dukë diçka surreale, ky ka qenë shumë surreale. Ideali që për dikë është dukë një ide e çmendur se s'mundet me ndodh asnjëherë. Në momentin, po fatmirësisht e përjetove, ani pse ka pas plot që kanë ra shumë në fund të luftës edhe për pak ditë o javë nuk e kanë shiju momente. Kjo është sinqerisht shumë e dhimbshme. Pa qka se çdo humbje është edhe mshme. A kishe ndonjë pas qërimit në periudhën e Kosovës pas luftës, tentimit për zhvillim, të rindërtimit të shtëpive të rënuara, a kishe ndonjë traumë që të kishte të përcjallte për një periudhë? Fatbartësisht për mu ka qenë, se kum pas përfundu ande shkollën e mesme, kum vazhdu dhe 2 muaj me zgabo fshan shkollët mesme. Më qenë vit 4, shkollës mesme, dhe ajo inkuadrimi për herë në shkollë me shoqe, tani pastaj për një herë dhe regjistrimin fakultet, më kanë ndihmu shumë psiqikisht. Kemi pas nevojë për trajtime, nashta shumë, po fatbarësisht që i ri. Mendoj që mosha e re dhe fillova me shiju jetën, me u kyç një jetë tamam në liri dhe nuk kemi pas nevojë. Cili ishte ky fakulteti i parë që nise? Fakulteti i parë që unë realisht e kum dashur aktrimin që nga femiria, po në vitin e parë s'mujta të regjistrona, po të regjistru në ndërtimtari. Familja kishte qef ndërtimtari, mjeksi, po se dejsha të farë. Kalova në gjysmëvjetar edhe ndërprejta. Tani në vitin e dytë jam pranuar në aktrim, kum vazhdu aktrimin. A ti spjegaj gjitha? Po. Fakultetin e pare kam aktrimin. Fakultetin e pare kam aktrimin tek profesore Enver Akademia Arteve, Enver Petrov, si ndjeri. Pastaj kum vazhdu muzikologji, po se kum përfundu, kum vazhdu edukim muzikor në Universitetin Haxhi Zej Kanpej, bachelor. Kum vazhdu fakultetin e aktrimit 4 vjeçar në Universitetin e Shtetëror të Tetovës, për arsye se ne kemi pas 3 vjeçar këta, dhe u dash këta bëjmë 4 vjeçar, mu banin 3 diploma. Vazhdova masterin e edukim muzikor këtu në UP, në Universitet Prishtinës, 2 vjeçar dhe ato, dhe vazhdoj masterin e UP të aktrimit në film dhe TV. Pra gjithë këto eksperienca njëra pas tjetrës, po ke qëndru kryesisht tek arti, nuk është se ke dalë në... Po, edhe mas luftës, do të në sedia kum ne 2 java, jo ma shumë, në kazermat ushtarake, sepse u kyqa në shkollim edhe i dërzova me pushk, me uniformet gjitha dhe vazhdova jetën në studime. Në studime e prej atyre, sidomos aty ku të flenë zemra dhe ku publiku të nje prej vitesh në aktrimin. Cili ka qenë viti më i mirë për ty i studimeve, apo koha më i mirë që ke përjetu, edhe si student, po edhe në aspektin profesional, ku e konsideron që ka qenë ngritja më e madhe jotja profesionale? Studimet e para, fakulteti parë ka qenë përjetimi më i mirë, edhe pse kushtet kanë qenë shumë të vështira, po me gjitha ta, më kujtojt një fjale profesorit e Enver, që theke, a ka si ki ma mirë se mi tha kolegut, gjami 50 cent ta bli një byrek. Më thësha,
mirë, kur s'ki pare, po me gjitha ta është ndjenja ma e mirë e përjetimit gjatë studimeve. Këtu i kom përjetu në fakultetin e parë, sepse në fakultetet tjera një farë edhe kom punu edhe kom studiu. Po shimet e një fakultet, një studenti, kanë qenë në fakultetin e parë. Realisht kyqja në... A ishe zhvendos në Prishtinë, udhëtoje, si ja bëjem? Ja, udhëtoja. Në fillim, kemi banu, unë, kur kam qenë në studimet e parë, kemi banu këtu, si çdo student, e në konvekte, në banisa private, tjera. I kumë shiju të gjitha, që e shien studenti, menzën e gjitha ato, se është interesant, mendoj që nuk shien studimet nëse se shien menzën edhe konviktet. E vërtet. Bile kom pas një shok të Prishtinës, kishë dëshirë me ardhë me nejtë ato në banesë me neve, se dhe s'po më do këtë vetë që jam student. Se aji është... Po pra, se nuk e din atë ndjenë me që jetojnë këto. A ti kujtojnë sot nxënësit si tu disa prej roleve tua më ikonike? Po, shumë. Prej rolit parë studenti që kom pas në prallë me të pane, deri me rolin e fundit. Ti me të vërtet student, gjithë jetën. Gjithmonë. Edhe në jetën reale, gjithmonë student. Mi kujtojnë shumë, edhe nxënësit, edhe në rrugë, edhe njerëz përgjithësi shumë. Cilin e keti rolin, apo personazhin ma të pëlqym? A është studenti? Po, është studenti për arsye se është personazhi parë, po me gjatë personazhet banë pjesë e jetës sa që nuk mund dashën, adin nuk mund i dallën, me thonë, këmë pëlqen ma shumë, kësë më ka pëlqy. Se të banë pjesë e karakterit tëndë dhe një farmyri për jetën edhe ata. Sidomos kur kanë ka shumë jetë gjatësi, një mend fillon me jetu si ai karakter. E në cilin fazë të këtyre roleve ke njohë bashkëshortën? Bashkëshortën e kam njoft në fazën kur kemi qenë në Odeon, në tek Naima Bazi, ka qenë viti 2012. Dhe për koincidencë du me cek një sen, e di që nështë ta Marigona bashkëshortja kuqet pak, po është të kemi një datë interesante që se ka shumë kosh. Ditën që kemi fillu dashurin ka qenë data 12, muj 12, viti 2012. Ua, sa e veçantë. 12 viti. Dhe këtë datë ka zgjedh bashkëshortja sepse për një me ka dashni të madhe për mu edhe unë për ty. Ajo nuk është nga bota e aktrimit? Jo, ka mbaru fakultetin e edukimit parafillor dhe të është edukatore. A ke qenë, pra, si në prezentimin me të edhe në daljet me të, ti një djallë aktor me famë që njerëzit e njihnin edhe e pëlqenin edhe për rolet edhe sigurisht kanë shfaq shumë interes për ty. Ishe zrodhe me qenë aj romantiku apo aj me të qeshura me i kalu takimet? Interesant, zrodha me qenë romantik. Apo? Dhe po me këtë datë, që dolim takim me ta, jemi taku dhe 2-3 herë më heret, por abdin shkembeshëm, po që më hanë, ishin ato ditzat e parat e dashuris, po jo që një farë mënyre endës ma kishë pranu ofertën. Dhe po më thëtë pëse zgjolla këtë data, këtë ditë, ishte me zgabofsha, së me kujtojtë mirë, me Amerkura cëla ditë ka qenë, pas që më kishku mendja mu që është data 12, muj 12 dhe viti 2012. Dhe thosh, nuk e di, thosh, rasisht. Tha, qëfar datër, së thash, 12, wow! Dhe në atë momentu në qova... I pas ka mendu, ajo gjithë? Thash, a ki mundësi më prit pak, tha po. Dolla me një dyqan e shafer, e bleta një unazë të argjendit. Sa bukur. Dhe thash, për mu është këtë data ma e mirë, e dashurisë, e fejesët, gjithë shka. Ja dhurova, më pranaj edhe së të jemi bashkë, kemi një familje, 3 fëmijë, kam 2 djemë, edhe një vajzë, kam që 2 muje gjysë. Një vajzë që 2 muje gjysë, murime për të voglën me shëndet. Më falendet. Ja, ku e kemi edhe një fotografi me djemët, a rritët me bo në i foto kështu edhe me vajzën, apo halon? Jo, s'kemi arritë ende për arsujë se s'po na mirë, s'po na del foto bukur, edhe për këta arsujë s'kemi postu në rritët sociale. Kjo është që i kom postu në rritët sociale kur ka lind vajza. Emri nja ka vendos djali madhë, Omea. Omea, është një emën karakteristik interesant. Djali vogël e kam në Orian. Djali madhë Ajan. Bashkëshortja ka Marigona, unë e Qrem. Orian O, Marigona M, e Qrem E, Ajan A, Omea. Pra një bashkemi... Një bashkem të shunjat para, ka po djali madhë Ajani, edhe ka vendos... Shumë kreativ djali, kështu që bravo.
E di që kamera është dhe kanë dëshimi përshëndet, babi ju përshëndet shumë dhe i dua mas shumë të në botë. Ini familja ime që një gjithë shka. Asaj mirë kjo. A e pritën me dhurata vajzën, se të veçlit dil me qenë nga pak gjeloz. Mos kanë thonë, babi, po na merë dashurin motra. I vogli, tash është pak ma i lazrun, Oriani. Ka njëherë, kur bashkëshortja i thëtë, ti e jeta jem, ti e gjithë qka që më ka falë zote, kështë dhe i thëtë, e unë? Ky madhe është pak ma i kuptushum, është Ajani tash i ban 11 vite, ka fillu pak me qenë ma i kuptushum, ma i arsëshum. Po, dhurata gjithësëse, një buqet lule mamit, këta, ka fillu me ble dhurata qysh... Hala par njët. Uroj ta ketë shëndetin e me jetë gjatë, një familje që edhe për nga fotografit përqeni shumë pozitivitet. Qërem du të kthehem edhe në këtë pjesë të fundit të aktrimit, ajo që është jeta jote, kërështë pas familjes, dhe që i ke dhonë gjithë vitet e tua, edhe nga studimet e shumëta, edhe nga projektet. Projektet të gjata, rolet të shumëta, me shkëputje, pa shkëputje, tani në fazën që jemi, besoj, nështë shumë edhe prej njerëzve të kam pyet, të famshmit të kulukat kanë qenë super të ndjekur, edhe të dashtën prej publikut. Çka ndodhi me grupin e famshëm? Thjeshtë, mendoj që u hargju. Projekti u hargju dhe unë dajtëm si grup. Tani vazhdojmë punët se cili në profesionin tonë. Unë tash, po thamë sinqerisht, jam ma shumë ka serialet, ka drama, se sa ka humori. Humori është ndër zhanrët që të konsumon shumë. Dhe kum pas dëshirë pak me jo mu shkëpu, se na nuk mu im shkëput mi krejt. Kështë me të godhe një anë tjetër. Dhe anën tjetër që unë e kum pas dëshirë gjithmonë, sepse këtu tek ne në Kosovë pak të identifikojnë me një personazh dhe tani mbetesh në atë identifikim. Ne aktorët mendoj që jemi tamam aktor për personazhet qoftë dramatike, qoftë komike, qoftë tragjedi, tjera, të gjitha kemi profesion me lujt. Më pëlqen drama shumë dhe du, ma shumë se sa humorin ose komedin, po me gjato edhe aja dhe kja për mu janë ndashme. Janë të mirë se ardhur, na po besoj. Aktualisht, në qka je duke punu? Aktualisht jemi një projekt dhe një serial në kërkim të shpresës. Është titulli me produksionin e Kurora TV, Donati është producenti, me një ekip të mrekullueshme, me një ekip shumë punëtore, kalojmë ekstrem mirë, po thamë, të dielën gjirojmë, po edhe pëso ditë vikendi, edhe ndoshta të ngarkohet truni pëse s'është ditë pushimit, po me gjatë onë nina qaq i relaksum, sepse jem një ekip shumë mirë, kisha shfrytzuar mi përshëndet fitin e regjisorin dhe skenaristin, kujten edhe aktorë dhe kamerman, e kena Donati promo, Albani, Shefkia, Paharajna Fuadi, Valin, Dona. Shala se ke haru dikon se mandej... Dona Vogel, edhe do që e kom haru Donarti që është në Gjermani, edhe ato përshëndes, edhe të gjithë ekipe në serialit, se për momentin jam të kalu në shtander qastët matë mira, veç më prallë me Tupan kena kalu mirë në atë kohë, që ka qenë projekti parë dhe kemi kalu shumë mirë, tani jam të kalu bukur mirë në këtë projekt. Me që ma përmende prallë me Tupan, si i ke raportet sot me kolegë, ta mblidhen ndonjëherë me i kujtu këtë periudhë të prallë me Tupan? Raportet i kemi në përgjithësit mira kur takohemi, po është interesant kjo jeta e aktrimit që është shumë problem me umbledh për arsye se cili ka projektet e veta dhe punët e tyre, po kam kontakte me shpëtimin Rina Shpesh, dhe kum bashkëpunu prapë me ta, me Halimin takohemi, me Shqipëriun, me dikan shkrujmë ose, si thojmë, lajkitmi ka herë. Po me gjatë kur takohemi në rrugë, pa tjetër që i këmbejmë ato mendimet, ato knatësit që kemi kalu. Ka qenë projektin, ndoshta projekti më i mirë në karrierën time. Dhe në fakt për atë kohë ka qenë diçka shumë inovative dhe kreative që është sjellë te publiku, ka pas një
audiencë tepër të gjanë. Dhe kjo suksesi i saj ka tregu në fakt edhe me pas kaq shumë vitesh, njerëzit akoma kujtojnë rolet e juaja edhe është të vërtetë edhe tash, njohin prej. më falë që bëndë prej TikToku, për bandë veten edhe kur i shok ka njëherë në TikTok ato shumë ati. Bile djemë të kishin lëshu, kishin gjithë disa pika, disa skeqet humorit në prallë të panë që kemi pas atëherë, edhe ishin ka duke shiku, besëm, më rogin i nostalgjive që më që skajta. Çka po tonë djemë kër i shohen? Interesant, për ta interesant, a i madhe është i ka një botë interesant, dhe të babi VIP, dhe shtjeshtë e përjeton mirë, për pas këj vogli pak është tip ma gjelëz, me pas rolet diqka me në femna, diqka me një herban, se babi... E pas ka trajnu Marigona mirë. E qëra me shaka, sigurisht, falimderit shumë për kohën që erdhe sot, edhe këtë rikujtim të përjetimeve tua, edhe nga ato të bukurat, por edhe nga të vështirat, humbjet se gjitha që janë pjesë e jetës. Falimderit shumë, ishte knatësi, besoj që a folëm 5 minuta, është tatë, vëq shumë shpejt shkoj. Vala, kemi fol, diku 25 minuta, ose 30 minuta, po më thonë, po. Shumë shpejt shkoj. Falimderit shumë për ftesën, ishte knatësi, shpresoj që të shihemi prapë. Shumë suksese tutje, knatësi që të kisha. Është e premte, të premtave ndalemi me plot vëmendje i shikojmë cilat janë ofertat dhe produktet që Viva Fresh na i servon në ofertën e shportës javore, spritje të shumta dhe sigurisht këtë përmbledhje e kemi të freskët sot nga Edona që ishte në Viva Fresh.